Ramush Haradinaj jep dorëheqjen nga posti i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nuk do të kandidoj për president. Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqjen nga posti i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm të partisë, Haradinaj thotë se rezultati zgjedhor është një prej 3 arsyeve pse u largua nga pozita e kryetarit. Procesi zgjedhor fillon nga 20 shkurti, është risi ose ndryshim sepse nuk do të kandidoj për kryetar të Aleancës në këto zgjedhje të brendshme. I kam treguar edhe disa arsye, ua shpjegoj edhe ju. Një arsye është koha e gjatë, arsyeja e dytë është rezultati zgjedhor, po ashtu është edhe besimi që kam në kuadrin e Aleancës, ka thënë Haradinaj. Haradinaj ishte përfolur se po mbledh nënshkrimet për të qenë kandidat për president, por një gjë të tillë e ka mohuar. Nuk jam kandidat për president i vendit. Nëse në një rrethant të caktuar deputetët, parlamenti do të ma kërkonin, do ta shqyrtoja, por nuk jam kandidat. Ende nuk kemi një qëndrim se si do të veprojmë rreth çështjes së presidentit, do ta shqyrtojmë, ka deklaruar Haradinaj.